Majlinda Taga, gruaja italiane të vrarë në Tepelen, Edoardo Sarçit, flet për versionet e para të ngjarjes dhe pretendimet e shfaqura në media mbi konflikte të mundshme të Braçave me Sançin. E përbaltën figurën e tij na shkatruan Avran për të qindre herë, një njerëz se Edoardo nuk lind për së dyti, kush e njeh e di, është prerur ajo për Report TV-n. E veja si përmarrësit italiane e cila është ortakje në biznes me Gazmend Braçin, personin që Sarçi ishte në momentet e fundit kur u vra, tregon për lidhjen e veçantë mes të dyve. Gazmend Braçin e kishte si vëllain e vet, e donte si vëlla, madje kishte mësuar edhe shqip dhe i thoshte vdeksha për ty. Prej 2 vitesh kur është bërë bujtina e Gazmend Braçit në Salari, ku rrin të gjithë familjarisht, shkojmë çdo fundjavë me miq, me shok, me fëmijët. Është e vështirë për mua të mendoj se në këtë rrugë që kemi kaluar me fëmijët tanë, kam vrarë Edoardon, ka rrëfyer ajo. Nga ana tjetër e tregon se as ajo apo Sarçi që kishin shkuar shpesh 2 vitet e fundit në Salari dhe as Braçët nuk e njihnin të dyshuarin dhe se mos thuan për të dhe problematikat që ai kishte si personazh vetëm pasi pyetën banorët e zonës me të cilët gjithashtu kishin treguar rrezikshmëri e kishte pasur probleme.